me forcë kundër atyre që me forcë na kanë qëndruar përballë ne dhe Shqipërisë, po deri në fund pasi problem. Po me forcë kundër jush jo. Që t'ju shofun juve, që të shkoni mbas Berihajt, të fatos Lubonjës, që jeton me makthin e mafjes që kur unda nga unë nuk e pranoj dot. Respekt për atë si person, respekt për vuajtjet e tij të mëparshme, por mafjen që ai më tregon mua, ma tregon sepse është njësoj si ata që i tregonin atij armikun e popullit. Njësoj, e njëjta gjë. Doni? Aty e keni dhe ato. Këtë doni. Që mos them dhe ata tjerë që rinë tani të fshehur se shthon inshallah tani, po qohen ata që e kanë mbështetur Edi Ramën, edhe po shkojnë pas Berihajt se ne nuk e mundim dot. Mua nuk ka nevojë të më mundni, miqtë mi. Ju jo. Ju jo. Mua nuk ka nevojë të më mundni fare. Unë nuk e kam me ju betejën. Unë betejën e kam bashkë me ju. Nuk kemi ne asnjë luftë dhe asnjë dilemë lidhur me ata që protestojnë, me ju që po ju drejtohem gjatë gjithë kohës, dhe me ju nuk kam parasysh gjithë ata që protestojnë. S'kam parasysh Fatos Lubonjën. Shera parë që ja përmend emrin për shumë vitesh. Po e kam pasur mik, edhe më vjen keq për të. Por me thënë drejtën më vjen keq edhe për ju që të shkoni pas tij. Sepse është e pavërtet. Është tërësisht e pavërtet.